Është mbajtur seanca në rastin e Lirdon Ademaj, ku akuzohen për vrasjen Naim Murseli, për vrasjen e rënd, e që në këtë seancë u kërkua që të bëhet ekzaminimi psikiatrik i të akuzuarit për këtë vrasje. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me ne në studio kemi Lotrim Sylla, avokati i familjes së Lirdonës. Shëndetje nderuar. Shëndetje. Me neve në studio po ashtu është edhe avokati Ardian Bajraktari. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Gjithashtu kemi edhe monitoruesin e burgjeve Anton Reca. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Ndërkohë, pas pak në lidhje direkte do të jetë me neve edhe psikiatri Liron Pepshi. Zoti Sylla, ndoshta këtë bisedë do e nisim me ju, nga që edhe keni qenë dje në seancë aty ku u kërkua që të bëhet ekzaminimi psikiatrik. Kjo nuk është hera e parë në fakt që është kërkuar për zotin Murseli që t'i bëhet ekzaminim psikiatrik. Pse kjo kërkesë, themi kështu, e vazhdueshme nga mbrojtja, për aq më shumë u pranua nga vetë kryetaria e trupit gjykues? Siç e pam dje gjatë seancës shurtimit kryesor, e kuptuam edhe që mbrojtja e Granit Plavës ka kërkuar një ekzaminim të tillë. Domethënë mbrojtja e Granit Plavës ka pranuar raport mbi ekzaminimin dhe nuk është që ka ndryshuar diçka rrjedhën e procedurës pse është pranuar ai raport. Kërkesa për të pranuar një ekzaminim psikiatrik apo për t'ju nënshtruar ekzaminimin psikiatrik nga një i dyshuar apo një i akuzuar është diçka normale, nuk duhet shihet si diçka jashtë rrjedhës së procedurës, madje mund të kërkohet në çdo kohë. U theksua se është kërkuar gjatë fazës hetimore, për shkaqe ndoshta procedurale nuk është dorëzuar, nëse nuk është dorëzuar sepse nuk kemi ndonjë provë, ndoshta edhe ekzistojnë plot kthesa që mbrojtja ka pranuar, por që gjykata dje nuk pati mundësi të na sqaroj. Por që u kuptua se kërkon prapë qëndron pranë atij pretendimi. Ne si përfaqësues të palës dëmtuar nuk jemi për të sabotuar, për të kompromentuar apo për të bërë që të stagnoj procedura. Qëndrojmë pranë asaj që Naim Murseli dhe të tjerët duhet dënohen konform ligjit. Dënimin që kanë marrë nga populli konsiderojmë që duhet edhe nga gjykata që atë dënim ta jap në emër të popullit, ashtu siç shkruan në secilin akt gjykim, që Naim Murseli dhe të tjerët të dënohen konform procedurës penale pa bërë asnjë shkelje dhe një vendim i tillë të vërtetohet nga gjitha shkallët e gjykatave. Këto kërkesat kryesisht që janë për ekzaminim psikiatrik, a janë tendenca të këtë rast të mbrojtjes së Murselit për të blerë kohë, por edhe ndoshta për të letuar formën e prerë të dënimit? Kështu, duhet ta them me shqetësim, por që shpresoj të mos dalë i vërtet. Tendenca të tilla nuk janë për herë të parë duke u shfrytzuar pranë organeve gjyqësore në Kosovë. Kemi pasur disa herë disa skandale apo tendenca që përmes Institutit të Psikiatrisë Forenzike të shpallet dikush si person me pa përgjegjësi penale apo me përgjegjësi të zvogëluar apo esenciale zvogëluar, cilat kanë efekte të ndryshme në procedurë penale, por që konsideroj që vetëm me qenit rast me mediatek nuk do ta vendos Instituti Psikiatrisë Forenzike vetën në një gabim të tillë apo në një lëshim të tillë i cili do të na shtyej pastaj që atë ekzaminim ta dërgojmë jashtë shtetit për të riekzaminuar dhe për të vërtetuar që një person si Naim Murseli, i cili edhe dje gjykata kur e pyeti mbrojtjen e Naim Murselit nëse ka ndonjë dokumentacion për t'ia ofruar gjykatës për ta mbështetur kërkesën, as vetë mbrojtja nuk pati dhe u thirr në dy çështje. Në atë se kur e ka takuar Naim Murselin gjatë vizitës në Burg Jukadok, që ka disa sjellje të cilat e bëjnë dyshohet që mos ka ndonjë çrregullim mendor, edhe atë që kinse pas ka qeshur në seancë Naim Murseli sa ka qenë në gjykim. Domethënë nuk është që pa ndonjë provë materiale për të mbështetur, prova e kaluara kriminale gjatë ekzaminimit psikiatrik, në fakt e kaluara e çrregullimit mendor, dokumentacioni të kaluar është element esencial për të nisur diku për të konstatuar çrregullimin mendor. Në rastin konkret nuk pat asnjë dokumentacion, nga njohurit që familja Ademaj ka për Naim Murselin si çdo ndër, i njëjti ka qenë jo vetëm këshilltari ish presidentit, po ka qenë drejtuesi disa bizneseve në të kaluarën, që e bën kështu përtej çdo mundësie për të konstatuar që ka një çrregullim të tillë, tendencë të dështuar të mbrojtjes për
zvarritur ose për tentuar që në një mënyrë të bypassoj përgjegjësinë e Naim Morselit. O zotri Bajraktari, këto ekzaminime psikiatrike që u bën kryesisht kërkohen në raste të vrasjeve të rënda, sa mund të jenë të fuqishme duke pas parasysh që deri në momentin e kryerjes së veprës të akuzuarit janë aktiv në jetë, në përditshmëri, ashtu siç e tha edhe avokati, zotri Morseli ka qenë edhe ish-qytetar në të njëjtën kohë, ka qenë edhe udhëheqës i disa bizneseve. Fillimisht çështja e kërkesës për ekzaminim është e lehtëshme dhe në këtë drejtim është në një pensionatet i kodit të procedurës penale, i cili përcakton se mund të bëhet në çdo kohë, madje në rrethana të rasteve të caktuara edhe pa kërkesë fare nëse gjykata vren se ka ndonjë çrregullim të natyrës cila mund të rezultojë me pamje në shikim të parë të pandehurit i cili mund të ketë sjellje të natyrës deviante. Sa i përket ekzaminimit, përkatësisht konstatimit, ai bëhet në atë se në kohën e kryerjes së veprës penale, personi në fjalë përkatësisht i pandehuri a ka qenë i përgjegjshëm apo ka pas përgjegjësi esenciale të zvogluar, si dhe në rast se i njëjti është në gjendje të ballafaqohet me procedurën e cila është duke u zhvilluar aktualisht dhe ka mundësi me i kuptu, domethënë, raportet procedurale përfshirë edhe raportin me mbrojtje. Sa i përket rastit konkret, me aq sa kemi pa, domethënë, prej prizmit të një shikuesi, në bindjen time edhe me rastin e për herë po flasim atë që është bërë publike, nuk është vërejtur ndonjë sjellje, ndonjë veprim që do të mund të rezultonte me përgjegjësi esenciale të zvogluar e aq më pak me të qenurit i papërgjegjshëm si rezultat i sjelljeve përkatësisht të smundjeve të natyrës mendore. Prandaj vlerësoj që Instituti i Forenzikës Psikiatrike, konform afateve të përcaktuara, pavarësisht faktit që besoj që edhe doktori tash do të na njofton, kanë mundësi të theksuar edhe të kapaciteteve dhe të stafit, mirë po dispozitat e kodit të procedurës penale përcaktojnë që brenda afatit për 2 javësh me mundësi edhe 2 javë shtesë duhet me u kry ky proces. Dhe natyrisht këto janë determinuese në varësisht prej raportit, mirë po natyrisht nuk janë të vetme sepse gjykata i vlerëson edhe rrethanat e tjera, por në rastin konkret unë vlerësoj që është bërë mirë edhe nga ana e gjykatës, mirë po edhe nga ana e kolegut përfaqësuesit të palës së dëmtuar që është pranuar ky propozim, për faktin se potencialisht mund të përdorej si një mjet i përshtatshëm për ankimim të vendimit në shkollat e mëpastajme e natyrisht edhe praktika e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, por edhe praktika e jonë gjyqësore në raste të tilla kur palët paraqesin propozim pavarësisht çfarë është ai e nuk aprovohet, duhet me pas argumente bukur shterruese në drejtim të bindjes instancave të mëpastajme të sistemit gjyqësor sepse nuk është aprovuar një propozim i tillë. Prandaj unë vlerësoj që mirë është bërë që është aprovuar një propozim i tillë, por që vlerësoj që nuk do të rezultojë me ndonjë konstatim ndryshe për faktin se, siç e thash, mbi bazën e asaj që kemi arrit me pas së paku sjelljet dhe veprimet e të pandehurit nuk rezultojnë me ndonjë sjellje të natyrës deviante. Kemi edhe doktorin Liran Bepshi në një lidhje direkte. Përshëndetje. Doktor, ju vetëse dje keni bërë një reagim publik pikërisht për rastin dhe kërkesën që është bërë për ekzaminim psikiatrik për zotrin Naim Morseli. Pse konsideroni që nuk është i nevojshëm ky ekzaminim? Faleminderit shumë për ftesën. Po ishte rasti dje kur lexova, domethënë që po kërkohet një ekzaminim i tillë, pa u thënë të rasti specifik, mirë po ndonjëherë kam atë përshtypje që psikiatria është duke u keqpërdorur nga sistemi i drejtësisë. Pasi që edhe kërkesa për ekzaminim psikiatrik duhet të ketë një lloj arsye pse thjesht jo vetëm që ky opsion të shërohet, të mos përdoret më vonë, mirë po duhet të ketë edhe një arsye në bazë të cilit po kërkohet një vlerësim. Sigurisht që në për rastin konkret, në bazë të asaj domethënë që është nëpër media, paraqitje të mëhershme që kanë qenë para rastit, nuk ka absolutisht asnjë shenjë që do të mund të kualifikohej si diçka
që ka qenë në ndikim të ndonjë smundje ose të ndonjë për shembull konsumimit ose diçka tjetër të drogave, alkoolit, e të veprojnë atë formë tillë nëse vetëm vërtetohet që ai ka qenë domethënë përgjegjësi. Prandaj e para nuk e kuptoj pas cilës arsye është kërkuar diçka e tillë, sepse po them nuk përndryshe do të veç më përdoret psikiatria nëse në secilin rast ku ka krime të tilla kërkohet shqyrtime psikiatrike, forenzike për vërtetim pastaj të fajsisë. Edhe në këtë rast këtu mendoj që është e tepërt, mendoj që nuk ka të paktën pas asaj që lexoj, nëse ka diçka tjetër më detaj, më diskrete, nëse për shembull gardianët e burgut e kanë vrejtë ndonjë sjellje patologjike dhe ato e kanë raportuar, është diçka tjetër, mirë, po bosta asaj që e kam pa është thjesht e panevojshme, nuk mund tash të flas për ato ndjenjat e familjes, ata e dinë më së miri, mirë, po mendoj që stërgjatja e proceseve gjyqësore vetëm sa shkakton më shumë dhimbjet e familjarët e viktimës. Po, doktor, a mund të shfaqen ose a mund të ketë shfaqur Murseli në këtë rast ndonjë shenjë të ndonjë çrregullimi edhe pas arrestimit, themi tash është në vujtje të dënimit, ndoshta ka pasur edhe simptoma edhe në këto raste, a mund të mirën parasysh pas arrestimit? Po mund të mirën, unë personalisht kam punu nga 2018 deri në vitin 2023, gjatë kohës sa kam qenë në Gjermani në pozita udhëheqëse, jam qenë konsulent edhe për gjykata, edhe për prokurorinë rajonale, dhe kam pas shumë raste. Domethënë, ku është nevojë vlerësimi forenzik. Po mund edhe pas rastit domethënë të shfaqen shenja dhe pastaj mirë, po ai gjithë procesi i ekzaminimit forenzik kalon për 3 etapa të ndryshme. Në secilin etapë duhet të vërtetohet për pastaj prapë të diskutohet nëse. Domethënë, etapa e parë është si më thonë ajo konfirmimi që ekziston një smundje psiqike, për shembull një burnout, xhelozi, dëshirë për diçka ose inat nuk mundet më krahasohet direkt automatikisht si smundje, domethënë duhet së pari të kualifikohet si smundje, ekzistojnë rreth 60 smundje, pastaj nga këto 60 smundje psiqike ndahen vetëm 4 kategori shumë të rënda që hyjnë në atë, si më thonë, atë shkallën e dytë të vlerësimit, edhe që pastaj prapë analizohet, do të thonë se nuk e ka asnjëra nga këto 60 smundje, as nuk diskutohet nëse ka qenë i përgjithshëm ose jo. Por atë nëse ka pas, pastaj duhet të shikohet nëse ekziston ndonjëra nga këto 60 smundje në ato 4 kategoritë e rënda që janë, si më thonë, të rëndësishme për forenzik, e nëse nuk hen kategorinë e tretë, e dytë, nuk kalon as në kategorinë e tretë, pastaj ku vlerësohet sa ka mujtë smundja të ketë efekt të donat që ka bo. Përgjithësi një smur psiqikisht nuk mundet as të planifikoj diçka, e as ma tepër detajum, po për as të gjithash nuk mundet me bashkëpunu me persona tjerë për nëse, do më thonë, për paragjykoj tash për rastin nëse ka qenë, nëse është ai saktësisht fajtore, mirë, po njëri smur psiqikisht as nuk mundet me po kësi planifikime të detajuara e as të bashkëpunoj me persona tjerë. Këtu 2 fakte, do të janë për mua absolutisht e paraqiten si panevojshme gjykimin psikiatrik. Po, doktor, faleminderit shumë për gjitha këto detaja që ndajte me ne dhe ishe pjesë e emisionit Rreth e Rrotull. Faleminderit ju për ftesën. Zotin Recaj e tha edhe vetë doktorit që një person me smundje psiqike nuk do të mundet që një vrasje ta bëj në detaje. Në këtë rast, Zoti Murseli është i dyshuar si njeriu kryesor që ka porositur vrasjen e gruas së tij. Cilat janë sjelljet e të burgosurve kryesisht në këto raste? Natyrisht se pasi që secili person i cili akuzohet ose i caktohet masa para burgimit, ose është një prej personave cilët potencialisht mund të jetë personi cili ka kryer veprën penale të vrasjes, natyrisht se gjendja rendohet. Kjo është mëse evidente. Mirë, po ashtu siç e përmendi edhe doktori që gjendja e personave cilët kryejnë veprën penale, pasi të arrestohen dhe paraburgosen, natyrisht gjendja emocionale ndryshon.
për shkak se mund të ketë rëndesë emocionale, psiqike, mund të ketë pendes për veprimin cilin e ka bë. Mirë, po në rastin konkret, kur flasim atë natyrisht që realisht seanca që unë bajtje, ai refuzoi çdo pjesë të akuzës ndaj të cilës është ngritur ndaj tij. Mirë, po duhet përmendur një fakt që pjesa e ekspertizës mjeko-ligjore është pjesë e procedurës, pjesë e kornizës tonë ligjore, është pjesë e standardeve cilat Kosova edhe korniza jonë ligjore i ka inkorporu në zbatimin e ligjit, sidomos për veprat penale, dhe jo vetëm për këto raste, po ka edhe për rastet e tjera, qoftë në rastet në aspektet në procedura civile, por kur flasim për këtë pjesë, është shumë e rëndësishme që të shfrytëzohen të gjitha mundësitë në procedurën penale, sepse është një prej kushteve bazë për një proces gjyqësor. Nëse i referohemi konventes evropiane, është në 1.6, ku thotë që secili qytetar ka të drejtën për një gjykim të drejtë të paanshëm dhe në kohë të arsyeshme. Do të brenda këtij neni, palët në proces duhet të jenë të barabarta, sepse është prezumimi, është parimi ligjor prezumimi i pafajësisë, duke thotë se secili mund të jetë i pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë të gjykatës. Prandaj që të gjitha palët duhen edhe personat cilët janë të akuzuar dhe pretendohet që kanë kryer vepër penale, edhe ata kanë të drejtat e tyre që duhet patjetër në procesin gjyqësor të ju garantohen të gjitha të drejtat e tyre. Por, kur flasim të pjesa e ekzaminimit ose raportit mjeko-ligjor, natyrisht që kjo mund të ketë një lloj efekti në aspektin procedural, qoftë në aspektin pozitiv, qoftë në aspektin negativ, por në fund nuk mund të shfaqsoj nëse vërtetohet që i njëjti person i cili është akuzuar për veprën penale, ka kryer veprën penale, nuk mund të shfaqsoj nga vepra penale cilën e ka kryer, sepse mbi bazën e asaj se çka ka ndodhur, natyrisht se supozohet që gjithçka ka qenë planifikuar dhe ka urdhëruar personat që të kryejnë njëjtën vepër penale dhe bara e veprës penale natyrisht që është e njëjtë. Tash është e rëndësishme se epilogu i gjithë këtij procesi se si do të jetë. Natyrisht që familjarët e viktimave, natyrisht që presin drejtësi, jo vetëm familjarët e viktimave, por edhe ne si qytetarë presim drejtësi, por edhe ne si zbatues të drejtësisë dhe monitorues të drejtësisë, natyrisht që ne presim që i gjithë procesi të jetë sa më i drejtë dhe sa më i paanshëm dhe epilogu të jetë në harmoni dhe në kuadër të kornizës ligjore cilën e parashikon Kodi Penal dhe Kodi Procedurës Penale. Po, Zosyla, në fakt dje Murseli pas një deklarat ku nuk e pranoi fajësinë dhe ndër të tjera tha në rast se unë nuk e kam në rast se unë e kam bë këtë vepër penale, atëherë vetë do të deklarohem që ta marr dënimin maksimal. A mendoni që akt akuza e shkruar nga prokuroria lë për të dëshiruar, apo është mirë e detajuar ashtu që ndoshta qysh edhe mbrojtja në këtë rast ju, por edhe familja do të donin që të shkruhej? Konsideroj se për aq sa ka pasur mundësi të hetohet është hetuar, dhe akt akuza, edhe nëse nuk është akt akuza më e mirë e mundshme në botë, është akt akuza e mjaftueshme për të shpallur fajtor. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Domethënë konsideroj që do të vërtetohet për te dyshimit bazuar mirë se Naim Murseli e ka privuar nga jeta me dashje dhe me planifikim një antar të vetin familjes, duke marrë pjesë edhe vetë fizikisht atë ekzamin, në atë eliminim fizik. Për Naim Murselin, unë konsideroj që deklarata e tij ka qenë më shumë tendencë për ndikuar në publik, se sa që ka qenë diçka tjetër, por që dënimin me burgim të përjetshëm unë besoj që është si një ushtim në kokën e tij që e dëgjon çdo ditë, konsideroj apo në çdo moment, sepse është diçka që e pret dhe nuk ka dënim tjetër i cili është më meritor për rastin ndaj tij dhe atë dënim e ka përmendur ndoshta vetëm për shkak. Sa do të mirën parasysh sepse u lexua një deklaratë e njërit prej fëmijëve. Sa do të mirën parasysh
këto deklarata të fëmijëve për dënimin të imi kështu maksimal për Zotin Mërseli? Deklaratat e fëmijëve për shkak se edhe në kohën e kryerjes veprës penale nga ana e të akuzuarve, fëmijët kanë qenë nën moshën 10 vjeçare dhe nuk ju merret dëshmia, por që ata fëmijë janë non-stop në përkujdesin e institucioneve suedeze që merren me progresin e tyre mendor, social dhe përpilojnë raporte për këtë çështje. Dhe gjitha ato raporte ne do të kërkojmë nga shteti suedez që t'i dorëzohen gjykatës konform procedurës për ndihmë juridike për bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Duke pasur parasysh me Suedin, nuk është kjo... Shteti suedez nuk është që s'mund ta bëjë këtë, por që vetëm duhet të ketë kujdes se cila nga pjesët është konfidenciale, cila jo, cila dëmton progresin e bërë me fëmijët deri tani, për shkak se një pjesë mundet që ta rikthej gjendjen më të keqe të fëmijëve se sa që kanë arritur progres në aspektin social. A keni pasur në kontakt deri tash me institucionet suedeze deri në këtë periudhë që të mirë ndonjë raport? Raportet dorëzohen në mënyrë periodike të familja Ademaj. Domethënë familja Ademaj pranon raporte. Fjalën që e përdora në gjykat është fjalë për fjalë e fëmijëve, edhe për atë edhe doli ashtu si doli dhe nuk desha ta ndryshoj, ndoshta edhe kam dalë pak sikur po flas me fjalë të fëmijëve, por që nuk kam dashur ta ndryshoj, dhe kam dashur ta citoj fjalë për fjalë. Fjalë të ngjashme ka të shumta në për raporte, nuk është e vetmja, por që duhet kufizohemi në fjalën hyrëse që të mos e mbi ngarkojmë proces verbalin dhe ajo ishte që desha ta plasoj në publik, ta ndaj me ju. Më intereson pikërisht këtë çështja me Suedin, keni punuar në Ministrinë të Drejtësisë, dhe po më intereson me ditë sa është e mundur që kjo çështja e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar pikërisht me shtetin e Suedisë, nga që nuk ekziston një marrëveshje me atë shtet. E kemi thënë që në krye tjera sa i përket çështjes së raporteve të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar, ato zhvillohen mbi 2 parime principe, mbi bazën e parimit të reciprocitetit, edhe mbi bazën e marrëveshjeve të ratifikuara në kuvendet respektive. Në këtë drejtim Kosova, pavarësisht mungesës së marrëveshjes së ratifikuara me ndonjërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, ka marrëveshje me pjesë ndërmuese, por mos më thonë ndoshta me gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, qoftë mbi bazën e reciprocitetit, qoftë mbi bazën e marrëveshjeve, dhe në këtë drejtim unë besoj që kjo lehtësisht mund të sigurohen këto prova përmes ndihmës së ndërcjellë në mes të autoriteteve të dyja vendeve, për çka unë jam shumë optimist se edhe autoritetet suedeze bazohen edhe në standardin që ato aplikojnë në raste të tilla, duke marrë në konsiderat interesin më të mirë të fëmijës si konsiderata mbizotruese ndaj çdo procesi, ato besoj që do të jenë të gatshme në rast se vetëm eventualisht deri tash nuk kanë ofruar ndonjë marrëveshje ose ndonjë raport pavarësisht asaj që është thënë në publik se është kërku me theks veçantë të definohet motivi, mirë po në bindjen time edhe mungesa e zbulimit të motivit të saktë, në bindjen time ka rrethana të mjaftueshme në kuptim të nenit 173 të kodit penal për të konstatuar që kemi të bëjmë me elementet e vrasjes së rënd të kryer në bashkëkryer nga të tre të akuzuarit, për çka natyrisht dënimi sipas dispozitave të kodit penal është me burgim jo më pak se 10 vjet, mirë po mund të shkoj edhe me burgim të përjetshëm. Bazuar në gjithë atë që kemi parë deri tash, në bindjen time, prokuroria e ka trajtuar me seriozitetin e duhur këtë rast, madje edhe me efikasitet bukur të lartë, edhe fakti që po ashtu është caktuar seanca dhe tashmë jemi në rrjet të procesit, kjo po dëshmon që edhe gjykata po e trajton me aq ndjeshmëri dhe seriozitet, dhe në këtë drejtim po ashtu e kam mirë kuptuar edhe reflektimin e gjyqtarës në drejtim të aprovimit të kërkesës, pavarësisht faktit që në duket parë dukej si relativisht e pabazuar, mirë po si një mekanizëm shtërrues në drejtim të garantimit të një procesi të drejtë, i cili në fund do të rezultojë me shpalljen e një dënimi meritor konform rrethanave të kryerjes, për faktin se në bindjen time kjo vrasje është njëra prej 2-3 vrasjeve më të rënda që ka ndodhur në këto vitet e pasluftës në Kosovë. Zoti Bayraktari, mund të dënojnë të gjithë akuzuarit me të njëjtin dënim, të marrin të gjithë të njëjtin dënim, apo në këtë rast mund të ketë edhe
edhe dallime? Natyrisht varet prej kontributit që kanë kryer të tre SPAK-ut e tre të akuzuarit në këtë proces, dhe që duhet me u përshkru dhe me u saktësu gjitha veprimet që i kanë ndërmarrë në drejtim të shkaktimit të kësaj vepre penale përkatësisht pasojës. Për SPAK-u dy prej tyre tash më dihen edhe motivet, përkatësisht njëri prej tyre e ka bërë me motive pasurore për përfitim, tjetri po ashtu me motive pasurore sepse është përmend çështja e një siguracioni në shtetin suedez, por edhe po ashtu që është vrasja e anëtarit të familjes, vrasja e anëtarit të familjes në kuptim të nelit 173 përbën po ashtu njërin prej rrethanave ku mund të konsiderohet përkatësisht është vrasje e rënë, ndërsa po ashtu i tretin e bindjen time ka luajtur rol determinues në drejtim të organizimit të komplet këtij procesi. Natyrisht procesi gjyqësor është ai i cili do të determinojë rolin dhe kontributin e gjithë secilit në mënyrë që pastaj natyrisht marrë deri te një verdikt mbi bazën e provave dhe fakteve dhe asaj që e thot ligji. Krejt shkurt nga që jemi në fund të kësaj pjese, në rrecaj të burgosurit si veprojnë karshinjit të akuzuarin në këtë rast sikurse Murseli me njëri tjetrin. Shpesh herë është presupozuar, është gojdhën ndoshta kështu më shumë në popull që në rast të dhunës në familje të burgosurit të tjerë nuk sillen mirë me dikën që ka dhunuar, vrar gruan, vajzën. Natyrisht gjithë pjesa më e madhe të burgosurve janë të burgosur ata cilët kanë kryer vepër të rënd penale, domethënë vepër të vrasjeve. Ka pas rastet kur mënyrën më tashpër të burgosurit kanë reaguar, janë ato rastet kur ka pasur rastet e dhunimeve. Do thotë rastet e dhunimeve në këto situata të burgosurit janë të pamshirshëm. Në situata të tilla mund të ketë ndonjë reagim, mirë po jo te atij niveli sikurse në rastet kur ka situatat të dhunimeve, sidomos edhe rastet kur ka situatat të dhunimeve apo të incesteve. Këto janë të burgosurit, në këto situata janë të pamshirshëm. Prandaj edhe personi i cili është i dënuar për këto vepra penale në këto situata duhet të izolohet edhe të dërgohet në një vend tjetër për shkak të sigurisë, sepse natyrisht përderisa me ligj e ka të garantuar drejtën në jetë, pavarësisht veprës penale cilën e ka bën, natyrisht se ai duhet ta vuajë dënimin për veprën cilën e ka bën dhe jo të jetë sërish viktim e personave të tjerë për shkak një vepre penale cilën e ka bërë qoftë me dije apo pa dije, pavarësisht rrethanave, por që në fund ka rezultuar të jetë fajtor për veprën cilën e ka bërë. Po, ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e diskutimit këtu në Radio Loto. Faleminderit.